Se kjo dosje, nëse vërtet, zoti Berisha, si që kanë shkruar ata që minon sigurinë e tjera për arsye të sigurisë, nuk hiqet ajo, asme se ndryshe pastaj do shkonte Bin Ladeni atje, kur ishte gjallë, do paguante parat se kishte shumë dhe do t'i hiqnin atë non gradën. Nëse do t'ishte kaq bardhëzim. Nëse është bosh pasaj, po, do t'hiqet dhe me lobim do t'hiqet. Si që vendos me lobim, nëse janë pretendimet e vërteta të zotit Berisha, me lobim do t'hiqet. Dhe PD-ja ka të gjithë të drejtën morale për ta bërë këtë lobim. Dhe për këtë ka marrë dhe këtë iniciativë dhe të tjera. Zoti Duka, besoni që do t'ishte vlefshme dhe kreditet shtuara për zgjedhjet e për kthyer në vot nëse ka një lëvizje për nën gratën apo një vizitë e zotit Berisha në Washington? Patjetër që do ishte. Megjithatë duhet të komentoj diçka lidhe me këtë. Unë gjykoj që natyrisht kjo duhet bërë transparent, duhet parë se si është. Nuk besoj se kanë bërë veprime të tilla ata që e kanë iniciuar këtë punë që të mund të kapen kaq kollaj nesër, që të jenë penalizueshme. Dhe ana tjetër, nuk besoj kur që rrezikon kush të shpenzoj ose të fusë edhe tjerët ligjërisht të shpenzoj një shumë kaq të madhe lekësh nëse nuk beson në drejtën e tij. Unë mendoj që është kjo e para që u tha që ajo dosja mund të jetë bosh, këto kanë siguri për këtë punë, kanë dhe i farë informacione, edhe kanë bërë këtë lobim me shumë të madhe para se për nivelin shqiptar 6 milion euro nuk janë pak. Do duhet ta themi për hir korrektesës që nuk janë të paguara. Kontrata parashikohet të mbyllet në vitin 2027. Që në fillim, domethënë, që në partencë duket që tu ka një besim që mund të fitohet, edhe kjo është përgojuar vazhdimisht gjatë gjithë kohës. Janë dhënë bile shpeshherë lajme që pothuajse u hoqë etj. Edhe shembuj të tillë janë dhënë. Tashmë ka një precedencë sepse është bashkëpunëtori Viktor Orban. Desha me thonë këtë vëllai, që këto nuk kanë filluar kot, se nuk shpenzon kush parë kot. E kanë filluar me mendimin që mund ta fitojnë atë. Ka një bazë me dhe informacion. Ka një betejë për cilën ato shpresojnë shumë që do fitojnë. Ato, këto të PD-s, më futu dhe mua aty më në PD-s, flasim për opozitë. Pra e vërtet, po ka një problem, në kuptimin shiko. Lajmi mirë është, ose që Partia Demokratike vërtet shqetësohet që, shiko, se ore mendimin ndërkombëtarëve dhe aleancat ndërkombëtare në Shqipëri dhe marrëdhëniet me ta luajnë rolin e tyre. Ne në këtë realitet jetojmë, mos të bëjmë tani sikur se ka 2 vjet, 3 vjet e cila na thonë ç'na duhet ne ç'a thot SBA-ja, ç'na duhet. Mirë, ka një ndërgjegje që opozita nuk e ka luksin të jetë indiferente me SBA-t. Tu ka një inkoherencë të plot të palëve politike, madje qesharake në raport me disa gjëra, për shembull në raport me marrëdhënie ndërkombëtare. Kur SBA-ja nxjerr non grata Sali Berishën është e mirë, kurse kur ndihmon apo lidhen marrëveshje me Sali Berishën është e keqe dhe anasjelltas. Njësoj si me SPAK. Kur arreston Erion Veliajn ka prokuror të kurajoz, kur jeton zotin Berisha organizat kriminal. E dini që inkoherenca është sindroma jona kolektive. Është qesharake. Opinioni Ramës, marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur. Mi pran rregull. Nga njëri që thonë është fatkeqësia e madhe të vit Trumpi në pushtet dhe boni nesër. Po them, pra ne duhet i kemi dhe këto janë Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ta pranojmë me rregullat, me lojrat dhe me vendimet që kanë në moment caktuar. A duhen krituar? Patjetër që duhen kritikuar. Nuk po them. Shiko, vendimet e ndërkombëtarëve në Shqipëri mund të gjykohen, mund edhe kritikohen, por nuk shmangen dot. Ne në këtë realitet jemi. Nuk mund t'i përjashtosh. Përshtypja është që nuk duket se ka lexuar njëri kontratën. Pse zot Dervish? Patjetër. Kur shohni për studio, domethënë vetëm çfarë shkruaj aty nuk i referohen. Problemi është që deri tani Partia Demokratike, shiko, kjo është strategjia. Unë kam në gjuga media, po juve që jeni, domethënë, ndoshta nuk e di keni kërkuar apo jo, ekziston, unë nuk e di. Po sigurisht kontrata është bërë publike. Dua të them këtë gjë. Edhe komentojnë si mazor exit, negativisht ose pozitivisht. Shumë momenti i kapitalizimit politik jemi në fushatë. Dua të them këtë gjë, që kjo fushatë dhe këto zgjedhje, Partia Demokratike ka investuar një pjesë të madhe të kohës saj dhe të retorikës së saj në përmirësimin e raporteve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është fakt. Që nga Lasivita që merr dhe mban fjalime politike, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë, se një këshilltar komunikimi. Që një strateg të aktivizohet politikisht në një fushatë. Pse duhet të flasi në një tubim elektoral, që nga kontrata që ka lidhur, që nga faktet që thon pjesëtar të Partisë Demokratike, sot Berisha do ikin në SBA, nesër do ikin në SBA, javën e fundit plas bomba. Do ta shikoni javën tjetër çfarë do ndodhi. Pra ka investuar një pjesë të komunikimit të saj dhe të retorikës së saj dhe të aktivitetit të saj në përmirësimin e
përmirësimës së raporteve me SHBA-t. A ka dhënë efekt kjo? Po, kjo ka dhënë një lloj efekti, në kuptimin këtu flitet për një gjë që s'ka ndodhur sikur ka ndodhur. Megjithëse efekti do të jetë i matshëm në datën 11. 11, shiko, unë mendoj që kjo nuk ka ndonjë efekt para zgjedhjeve 11 maj. Drejt me thënë, ky është mendimi im i sinqert. Kur thoni kjo, e keni fjalën për kontratën e lobimit apo në tërësi për aktivitetin në raport me SHBA? Unë mendoj këtë gjë që raporti i zotit Berisha me SHBA-n se nuk ka ndodhur, nuk është hequr non grata. Këta flasin sikur për një gjë që s'ka ndodhur sikur ka ndodhur. Jo, po nuk do të nënshkruaj një kontratë $6 milion në qoftë se do të kishte ndodhur zoti Iliazaj. Po pra në rregull, kur të ndodhi, unë mendoj këtë që nëse datës para 11 maj, zotit Berisha i hiqej non grata, ajo po do shërbente si një boost për Partinë Demokratike. Pra do t'i jepte një lloj shtytje, një lloj sponsorizimi. Do të ishte një katalizator për zgjedhjet. Do t'i jepte, mos shiko, ne vendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të rëndësishme për opinionin publik shqiptar. Jo më kot ambasada e SHBA-s apo të tjera këtu janë institucionet më të besueshme. Këtë shoqëri kemi, duam apo s'duam, është e mirë apo nuk është e mirë, kjo gjë është tjetër diskutim. Po themi për faktet. Nëse do ndodhte që para 11 maj do kishte një vendim konkret dhe jo thashë theme siç fliten nëpër studio, efekti placebo i diskutimit që bëjnë shumica e pjesëtarëve të Partisë Demokratike, po do të jepte një boost Partisë Demokratike. Nuk do me thënë që do ta bënte fituese automatikisht, se ka variabla tjera, varet nga gjërat e tjera, por do t'i jepte një boost do t'i jepte. Të shohim se kontrata do të ketë produkt në vijim. Zoti Duka, le të kthehemi pak terrenit fushatës elektorale dhe kontekstit ku jeni. Si është sot koordinimi me aleancën tuaj? Si jeni në raport me Partinë Demokratike dhe me partitë e tjera në këtë fushat, apo secili në habitatin dhe të bërit elektorat me njerëzit e tij? Koordinojmë me Partinë Demokratike në gjithë qarqet e Shqipërisë, sepse kemi 9 kandidatë në listën e hapur në 9 qarqe. Natyrisht bëjmë edhe takime me simpatizantët tanë dhe aty ku ne jemi më tepër influent, për t'ja shtu këto vota, se fundit ne përnemi aty në atë aleancë, që ne vetë kemi të sjellim shumë votash, e cila do duket ndërmjet kandidatëve. Kjo, përveç të këqijave që ka një të mirë që të paktën ndërmjet kandidatëve ne do shohim sa vota do marrë çdo parti. Pra do t'jetë e matshme kësaj radhe. Po, gjithsesi të them diçka, ne jo, pa dyshim që ka shumë rëndësi kjo nëse do kishte rëndësi, nëse do të ndodhte një gjë, siç u tha, që për shembull do e hiqet non grata që më duket e pamundur me në datën 11 maj. Por rëndësi më të madhe ka fryma që ekziston. Të besoni që edhe them që ndoshta edhe më të ndali fjala, pavarësisht sondazheve që dalin, sondazhet janë, jo se janë gënjeshtër sondazhet, po duke qenë që shkojnë, i bëjnë në takime direkte, njerëzit kanë frikë, nuk kanë pas të herë ma shumë frikë sa këtë radhë, më duket mu, por nga në tjetër, kur ne i takojmë veçmas, ka dhe njerëz që punojnë në administratë që nuk kanë për të votuar këtë majorancë, që i ka një frymë që kërkon rotacionin. Pra, thash, përveç asaj, pjesa që këto i panelizon është puna e bërë ndër vite,